Dje rreth orës 21:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 75 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se tek stacioni i autobusëve në Tetov, pas një mosmarrëveshjeje paraprake, është sulmuar fizikisht nga nipi i tij AK nga Tetova. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në ora 12:10 në rrugën Jadranska në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin EI, 57 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas denoncimit paraprak se për një periudhë të gjatë kohore kanë ndjekur, shqetësuar dhe incizuar me celular një vajzë 18 vjeçare nga Tetova. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë kallëzimi përkatës. Dje në orën 18, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë arrestuar personin NG, 52 vjeç nga Tetova, sepse ka prishur rendin dhe qetësinë publike me sjellje agresive. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet para shtresa përkatëse. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është kryer kontroll i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 21 shofer për parkim të parregullt, ndërsa 21 automjete janë marrë me automjetin special me rimang. Janë sankcionuar edhe 93 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik.